Mirëmëngjesi të gjithëve. Zoti na dhuroi të gjithëve një vit të bekuar personal dhe në familjet tona. Shumë prej nesh kemi fëmijë. Unë do lutem dhe do uroj që edhe në fëmijët tanë të zbulohet fytyra e Jezus Krishtit. Edhe të tjerë që janë duke pritur me mbarësi dhe bekim, jemi në lutje që fëmia të vijë i shëndetshëm dhe të ketë bekimin e Perëndisë. Mirësere të gjithë, është takimi ju një parë, është e diela jonë e parë e vitit. Fëmijët e mi filluan, hera e parë që po prek çantën këtë vit, hera e parë që po nxjerr librat nga çanta këtë vit, hera e parë që po prek PlayStationin këtë vit. E bë të gjithë këtë? Është hera e parë që mblidhemi së bashku këtu në këtë vit të bekuar. Ne nuk dim si do të jetë viti tjetër. 2026 është në duart e Perëndisë. Dhe disi kështu do të merremi sot, do të shikojmë dhe do të hedhim syt. E kemi bërë disi si zakon, por kudo njerëzit mblidhen dhe akoma dhe në biseda personale, thotë, si ishte 2025 për ne? Çfarë na pretet 2026? Sa herë nuk kanë uruar njerëzit nga fatkeqësi të ndryshme dhe situata të ndryshme mos u kthehet më një vit i tillë. Këtu ne nuk themi urime të tilla. Ne themi Perëndia ka në dorë situata. Dhe të gjithë qëndrojmë në prezencë të tij. Është fillimi i vitit pra. Përpara nesh, tani në këtë moment, është e sotmja dhe ardhmja. E kaluara është mbrapa. Nuk mund të bëjmë dot diçka më për të gjitha orët dhe ditët dhe vitet që kaluan dhe janë mbrapa nesh. Ambicie, plane, ëndra, por edhe gjithë përjetësia, mbi të gjitha, është përpara nesh. Dhe këtë gjitha këto çfarë bëjnë? Vënë në lëvizje trurin, trupin, shpirtin ton. Nuk na lën njësoj. Mos mendoni se persona të ndryshëm që tregojnë një indiferentizëm ose një besim të jashtëzakonshëm tek vetvetja e tyre, gjithçka në rregull do shkojë, mos e vrit mendjen. Ktu jemi, ja të shohim. Mos mendoni se të gjithë këta njerëz i kanë gjëra të lidhura dhe kanë një siguri për të gjitha këto. Askush prej nesh nuk mund dot të siguroj të nesërme. Vetë Perëndia thot, kur bëni plane thot, mos thoni do shkojmë, do bëjmë, do blejmë, do ndërtojmë. Vendosni mua thot në planet tuaja dhe thoni, në dashur Zoti do ta bëjmë. Sepse do duhet të doj Zoti për të gjithë botën. Nuk do doja të ndahemi. Perëndia është ai që bën të bjerë shitët mbi të drejtët edhe të padrejtët. Mos mendoni se dash Zoti thon besimtarët. Unë ju bëj thirrje të gjithëve. Të gjithë ata që janë në internet, të gjithë ata që jemi këtu, në çdo fazë të jetës tënde të jesh. I referojmë shpesh kësaj fazës së jetës sepse vjen fjala e Zotit na gjen në momente të ndryshme jetësore, në vendime që kemi marrë, në plane që jemi duke bërë, në ëndra. Perëndia thot vendosni mua në planet tuaja. Edhe për një herë përpara syve tanë sot do të gjallërohet shembulli i Izraelit. Aty do të marrim pjesën tonë që do të lexojmë së bashku dhe aty do të marrim ngacmimet tona, sepse kisha e Perëndisë, populli i Perëndisë, kjo botë në të cilën ne jetojmë, me të gjithë njerëzit që janë pranues, që e dinë fjalën e Zotit, e pranojnë si fjalë Perëndie, por dhe gjithë të tjerët që dinë se ka ekziston një Bibël e shkruar diku e një feje të krishterë, të gjithë njerëzit shpeshherë ngjasojmë me këtë popull të Izraelit. Shumë na ka dhënë të mësojmë, të kuptojmë, shumë shembuj kanë qenë prej këtij populli të cilët fjala e Perëndisë na thotë shmanguni, por shumë të tjera thotë bëni si bën dhe ata, ashtu sikurse edhe etrit e tyre u bindën, ashtu të bindeni dhe ju. E të lexojmë së bashku nga kapitulli 43 i Isaias. Një profet që shpeshherë kemi emërtuar dhe si ungjilltar, sepse na ka sjell shpeshherë freskinë e fjalës së Perëndisë në jetën tona. Në ditë të zymta ka sjell dritë, në ditë të errta ka prekur zemrat tona fjala e Zotit nëpërmjet këtij profeti. Po lexoj pra kapitullin 43.
Por tani, kështu thot Zoti, që të ka krijuar o Jakob dhe që të ka formuar o Izrael, mos ki frikë, sepse unë të kam shpenguar, të kam thirrur me emër, ti më përket mua. Kur të kalosh përmes ujrave, unë do të jem me ty, ose do të kalosh lumenjt, nuk do të mbytin. Kur të ecësh në përzjarr, nuk do të digjesh, dhe flaka nuk do të përpi. Sepse unë jam Zoti Perëndia yt, i shenjti i Izraelit, shpëtimtari yt. Kam dhënë Egjiptin si çmim për shpengimin tënd, Etiopin dhe Seban për ty, sepse ti je i çmuar në sytë e mi dhe i nderuar dhe unë të dua. Unë jap njerëz për ty dhe popull në këmbim të jetës sate. Mos ki frikë, sepse unë jam me ty. Do ta sjell pasardhjen tënde nga lindja dhe do të grumbulloj nga perëndimi. Do t'i them veriut, kthej, dhe jugut, mos i mbaj më. Bëj të vinë bijtë e mi nga larg dhe bijat e mia nga skajet e tokës. Tër ata që quhen me emrin tim, që kam krijuar për lavdin time, që kam formuar dhe bërë gjithashtu. Nxirre popullin e verbër, që me gjitha të ka sy, dhe shurdhët që me gjitha të kanë vesh. Le të mblidhen bashk, të tërë kombet, të grumbullohen popujt. Cili prej tyre mund të njoftoj këtë gjë dhe të na bëj të dëgjojmë gjërat e kaluara? Le të paraqesin dëshmimtarët e tyre për të shfaqsuar, ose le të dëgjojnë dhe të thonë, është e vërtet. Dëshmimtarët e mi jeni ju, thot Zoti. Ju dhe shërbëtori që kam zgjedhur me qëllim që ju të më njihni dhe të keni besim tek unë dhe të merrni vesh që unë jam. Përpara meje asnjë perëndi nuk u formua dhe pas meje nuk do të ketë asnjë tjetër. Unë jam Zoti dhe përveç meje nuk ka shpëtimtar tjetër. Unë kam shpallur, kam shpëtuar dhe kam njoftuar dhe nuk ishte asnjë perëndi të huaj midis jush. Prandaj ju jeni dëshmimtarët e mi, thot Zoti. Unë jam Perëndi. Para fillimit të kohës, unë jam gjithnjë, po ai dhe askush nuk mund të çlirojë njeri nga dora ime. Kur unë veproj, kush mund të më pengoj? Kështu thot Zoti, shpengimtari i shenjti i Izraelit, për hirin tuaj unë po dërgoj dikë kundër Babilonisë dhe do të bëj që të ikin të gjithë. Kështu kaldeasi do të ikin me anije, duke klithur nga dhimbja. Unë jam Zoti, i shenjti juaj, krijuesi i Izraelit, mbreti juaj. Kështu thot Zoti, që hapi një rrugë në det dhe një shteg midis ujrave të fuqishme, që nxori qerre, kuaj dhe një ushtri të fuqishme, ata dergjen të gjithë bashk dhe nuk do të ngrihen më. Janë azgjesuar dhe janë shuar si një kandil. Mos kujtoni më gjërat e kaluara, mos shqyrtoni më gjërat e lashta. Ja, unë po bëj një gjë të re. Ajo do të lëshoj deg, do ta njihni ju. Po, do të hap një rrugë në përshkretëtir, do të bëj që lumenjt të rrjedhin në vendet e vetmuara. Kafshët e fushave, çakenjt dhe strucët do të më përlëvdojnë, sepse do t'i jap një shkretëtir. Do t'i jap ujë shkretëtirës dhe lumenj vendit të vetmuar për t'i dhënë të pi popullit tim të zgjedhurit tim. Populli që ka formuar për vete do të shpall lavdimet e mia. Atë popull pra që kam formuar për vete do të shpall lavdimet e mia. Por ti nuk më ke thirrur, o Jakob. Përkundrazi, je lodhur me mua, o Izrael. Nuk më ke sjell qengjin e holokausteve. Nuk më ke nderuar me flijimet e tua. Nuk të kam detyruar të më shërbesh me oferta ushqimesh, as nuk të kam lodhur duke kërkuar temjan. Nuk më ke bler më parë kanellën dhe nuk më ke ngopur me dhjamin e flijimeve të tua. Përkundrazi, më ke rënduar me mëkatet e tua, më ke lodhur me paudhësitë e tua. Pikërisht, jam ai që për hir të vetvetes fshi shkeljet e tua dhe nuk do t'i mbaj mend mëkatet e tua. Amin. E ani të lutemi dhe të dalim përpara Zotit që Perëndia të na ndihmojë dhe të na drejtojë në fjalën e Tij. Ja ku jemi këtu për Perëndi dashur përpara fjalës tënde, me çdo dobësi, me çdo mangësi,
mangësi në shpirtin ton dhe dhimbje dhe nevoja, por mangësi dhe në të kuptuar. Shpesher mendja jonë nuk arrin dhe gjua jonë nuk arrin të shprehet, të flas, të tregoj mrekullitë e tua, ndërhyrjet e tua. Zot, lutem që fjala jote të zërë vend në zemrat tona. Lutem Zot që ti të na e shpjegosh, ti të na e mësosh, ti të na drejtosh Perëndi. Merr dobësitë atij që flet, sill prej frymës tënde të shenjtë dhe jemi dëshmimtar të gjithë në këtë ditë Perëndi që ajo që kërkojmë së bashku është fryma e shenjtë të flas dhe jo njeriu. Në emër të Krishtit. Amin. 2025 tashmë është e kaluara. Kur ne do të flasim dhe do të themi e shkuara, e kaluara, tashmë iku. Sot është data 4 janar 2026 dhe 2025 nuk është më. I kthen syt mbrapa dhe shikon situata të kenë kaluar. Njerëz, ngjarje, ti vetë në situata jo të këndshme shpeshherë, në bekime të kaluara dhe fokusi yt bie në duart e Perëndis. Atje fokusohen sytë e tu dhe zemra jote të shikosh ato duar dashurie të Perëndis. Çfarë të lanë në 2025? Si ishte e shkuara jote, ti fëmijë i Perëndis, ti që e llogarit Perëndin si Zot në jetën tënde, si e le Perëndin të kaloj në jetën tënde në 2025? Çfarë ishte Perëndia duke bërë në ty? Prandaj tham se do të marrim një shembull prej këtij monologu që Perëndia bën me Izraelin. Sa herë Zoti nuk bën këtë monolog personalisht me ne të gjithë. Jo në turm. Mos të mësohemi të dëgjojmë Zotin në turm. Të mësohemi dhe ta kërkojmë Zotin në vetmin ton, në heshtjen ton, në dhomën ton. Atëherë kur fëmijët i ka zënë gjumi, atëherë kur ndoshta dhe gruan apo burrin e ka zënë gjumi, atëherë fillon bisedë personale, atëherë kur je duke ngarë në makinë vetëm, atëherë kur je në shtëpi vetëm, në punë vetëm, atëherë kur Perëndia është aty dhe ti je aty. Çfarë bëri Perëndia në ty në këtë vit që kaloi? Shikoni çfarë i thot Jakobit. E di si mua më befason kjo gjë nga Perëndia, sepse nuk të le të vrasësh mendjen, të sjell fjalën përpara, edhe ti duhet të marrësh pozicion. Jakobit i thot, tani kështu thot Zoti që të ka krijuar o Jakob, dhe fillon, unë të kam shpenguar, të kam thirrur në emër, ti më përket mua. Vërtet 2025 është e shkuara tashmë. Iku. Por Perëndia qëndron përpara të shikon në sy, personalisht në sy, të kujtoj dhe do kuptoni dhe arsyen pse Perëndia do të freskoj mendimin ton, zemrën ton, mendjen ton. A të ka shpenguar Perëndia nga mëkatet? A kjo dorë e Perëndis a arriti në zemrën tënde në 2025 dhe çliroi shpirtin tënd nga ujërat që vinin deri në gurmas për të mbytur? Nuk ndryshon kjo e vërtet e Perëndis. Krishti e dha veten e tij çmim, shpengimi për shpirtrat e të gjithëve ne. Sa herë dëgjove, sa herë more pjesë në takime të tilla, në konferenca, sa herë e hape internetin dhe Perëndia të tha të njëjtin gjë, të foli për çlirimin që ai sjell në jetën tënde, për shpengimin. Gjitha këto mrekulli që ne i kënduam, e emëruam Perëndin dhe Zotin ton mrekullibërës, ai i cili nga hiçi ngre, ai nga të rënat i bën përsëri mur, përsëri ndërton, përsëri ngre në këmbë. Kjo ishte 2025 edhe për ty. Perëndia vjen përpara teje dhe thotë të kam çliruar, dhe ti je dakord me këtë shpallje të Perëndis? Ai thotë të kam shpenguar,
Perëndia thot se të kam thirrur në emër. Nuk e di si e keni në zemrën tuaj këtë shprehje. Është pikërisht ajo që themi ta di emrin, të njoh ty. Edhe e plotëson këtë dhe thot ti je imi. Këto janë mrekullitë që Perëndia është duke bërë dhe tashmë i ka bërë. Ta flet në emër. E di kush je. Zemra është përpara Perëndisë. Ne qëndrojmë para Zotit, ndoshta je duke pyetur tani, edhe mua Zot, edhe mua më nje. Domethënë 2025-a e vështira, e shtrënguara 2025, kjo e kaluar që nuk mundem do të bëj diçka më për të, ti isha aty për mua, ti dije emrin tim, dhe ti shpall Zot se unë të përkas ty për mua. Perëndia nuk pushon, por është e rëndësishme sot të kuptosh cila ishte e kaluara. Atëherë kur tek vargu 12 i të njëjtit kapitull përsëri shpall, unë kam shpallur, kam shpëtuar, kam njoftuar. Të tëra këto i ka bërë për ty, për mua, në jetën time. Ka shpallur çlirimin dhe shpëtimin ton, ka shpallur të vërtetën në zemrat tona. Ajo e vërtet, ajo fjalë e cila shpeshherë ndoshta dhëmbi, shpeshherë shkoi gishti Perëndis atje kur ti duhet ta fshihje, nuk duhet ta tregoje. Do doje dikush mos ta merrte vesh. Perëndia ka shpallur me frymën e tij të shenjtë. Çlirimin nga dobësitë tua e bëri të në 2025-ën. E bëri për ty në emër të Krishtit. Të mori ndoshta për dore, ndoshta e bëri këtë për ty në jetën tënde në këtë të kaluar, siç mori Izraelin, e bëri shtegun në mes të detit, preu lumi në mes, që të kalosh në të thatë, e çau detin që të kalosh në të thatë. Siç këndojmë, siç shpallim, siç emocionohemi, kur shikojmë Izraelin të friksuar dhe karrot e Egjiptit nga mbrapa, por Perëndia shpall se karrot e Egjiptit tani nuk janë më. I ka mbuluar ujë. Atë perandori, atë faraon të mrekullueshëm, të tmerrshëm që dridheshin leqet e këmbëve të gjithë armiqve, të gjithë njerëzve, që vetë Izraeli u trëm, tashmë nuk është më. Pse? Sepse Perëndia e bëri rrugën e tij. Hapi një rrugë në të kaluarën, në mes të detit të kaloi Izraeli. Ujërat e tua personale u hapën. Betejat e tua i fitoi Perëndia në emrin tënd, për ty. Pse i themi të gjitha këto? Pse do duhet gjithmonë të bëjmë një bilanc të vitit të kaluar, dhe pse do duhet gjithmonë të rim të themi çfarë Perëndia bëri? Unë nuk dua të vëm dekorata. Dhe as nuk dua të themi, po, ja dhe këtë e bëri Zoti për mua, ja dhe këtë e bëri Zoti për mua. Por sepse kjo e tashme, e sotme, ka nevojë të hedhësh syt mbrapa. Se ndoshta djalli të ka vendosur në një cep dhe të tregon sa i dobët je, sa i vogël je. Ndoshta të ka vendosur në një cep dhe të thotë se ti nuk vlen. Se të gjitha gjërat që je duke bërë dhe i bëre, i bën gabim. Ti nuk vlen të jesh në një kish, ti nuk vlen të shërbesh, ti nuk vlen të jesh i krishterë, por Perëndia nuk ka të njëjtin mendim. Sepse ai thot, unë çlirova, dhe unë e hapa rrugën në det për ty, e hapa që ti të mund të ecësh, jo të shpëtosh nga egjiptasit që po të ndjekin, por të shohësh muret e ujit të ngritura përreth teje, sepse ti do të marrësh kurajo nesër kur të vi beteja, do të kujtosh çfarë Perëndia bëri për ty në mes të detit. Si Perëndia ndërhyri për ty në kohën e nevojës.
Nuk vete larg biseda, vjen tek ty dhe tek mua. Në këtë monolog Perëndia ndjen një kënaqësi e vutre. Vjet në dispozicion të njerëzve të gjithë botës, mblidhuni. Mblidhuni të gjithë. Sillni edhe të shurdhët, kanë vesh, por nuk dëgjojnë. Sillni dhe ata, sillni dhe të verbrit, sillni të gjithë, mblidhuni dhe ejani të flasim. Kush do jap dëshmi për ta? Ejani të diskutojmë. Dhe i kthehet popullit të tij, motra ime dhe vlla im, të kthehet ty dhe të thot, ju jeni dëshmitarët e mi. Ashtu si kur i thot Izraelit, sepse në të gjitha kombet, kudo ku kaluan dhe kudo ku shkelën, të gjitha kombet që do të vinin në diskutim prezencën e Perëndis. Perëndia kishte dëshmimtar, ngriu Izrael, ngriu Jakob dhe fol për 2025-ën. Fol për të kaluarën tënde. A isha unë jetën tënde? A isha i gjallë unë për ty? A ndërtova apo isha i heshtur? A isha duke çliruar e duke shpenguar apo nuk isha prezent fare? Sot, e sotmja ndikohet nga e djeshmja. Çfarë je duke dëshmuar? Dëshmi do të thot jam në të njëjtin mendim me atë që Perëndia thot. Jam në të njëjtin mendim me atë që Perëndia shpall. Homologo. Në jetën tonë, si ka ndryshuar? Si e kaluara preku zemrat tona? Si 2025-a kaloi mbi jetën tona? Prezenca e Perëndis na la njësoj? Ndikimi i Zotit ton, çlirimi i Perëndis ton, e prek zemrën tënde kjo, zemrën ton kjo? Tek vargu 22, shikoni çfarë thot. Por ti nuk më ke thirrur, o Jakob, përkundrazi je lodhur me mua, o Izrael. Nuk më ke sjellë qengjin e holokausteve të tua dhe nuk më ke nderuar me flijimet e tua. Unë nuk të detyrova të më shërbesh me oferta ushqimesh, as nuk të kam lodhur duke të kërkuar temjan. Nuk më ke bler më përpara kanellën dhe nuk më ke ngopur me dhjamin e flijimeve të tua, përkundrazi më ke rënduar me mëkatet e tua, më ke lodhur me pallësitë e tua. I takon një të kaluar e kjo. E shikoni se si i shprehet Perëndia Jakobit. E prek zemrën ton kjo thirrje e Perëndis? Megjithse hapa rrugën për ty dhe shpalla çlirimin dhe dërgova të zgjedhurin tim, pasi u thot dëshmimtarët e mi jeni ju, thot Zoti, ju dhe shërbëtori që kam zgjedhur. Krishti Jezus. Pasi Perëndia shpall shpëtimin, vjen në jetën tënde, dërgon angjit e tij. Jo vetëm ata me atë kurorën dhe ata krahët që të merojnë. Gruan tënde, burrin tënd, fëmijën tënd kur e dëgjon këtu të këndoj këngët e Zotit, nuk preket zemra jote nga kjo? Nuk preket kur shoku yt, që ke qenë me të gjithmonë, të njeh, të di, ju rinia. Atëherë kur sytë mbushen me lot sepse Perëndia prek zemrën, atëherë kur e ke nevojë. Dhe vjen Zoti dhe thot, ti nuk më nderove, nuk më prite, nuk më more në jetën tënde. Përkundrazi, u mbush mëkati, u shtua pallësia. Nuk ke sjell flijime, përkundrazi më ke rënduar, më ke lodhur me mëkatet dhe pallësitë e tua. Sot është 4 janar e 2026. Sot Perëndia shpall çlirimin e tij sërish. Në qoftë se mëkatet rëndojnë zemrën tënde akoma, në qoftë se akoma në 2025 nuk të solli në pendes, viti, koha, atë dashuri që Perëndia tregoi, atë
kontroll të frymës shenjtë që Perëndia tregoi për mëkatin tënd, për kokëforcin tënde, për indiferentizmin tënd, për atë që thua unë kështu e bëj, unë kështu dita bëj. Të gjitha këto Perëndia i mbledh sot dhe thot, unë, pikërisht unë, jam ai që për hir të vetvetes fshi shkeljet e tua dhe nuk do t'i mbaj mend mëkatet e tua sot. Për shkak të hirit që ka, për shkak të dashurisë që ka për ty. Jakob nuk i solle flijimet e tua. Jakob nuk më shërbeve, nuk qëndrove. Bledi nuk qëndrove atje ku duhet në 2025. Dhe nuk do guxoj të them emra të tjerë. E ta bëj Perëndia në zemrën tonë. Nuk po flasim për njerëz të shkatruar, njerëz rrëmuj, njerëz të cilët ku ti gjesh nga ti kapësh, për njerëz që Perëndia i është zbuluar dhe ka treguar detin, rrugën në det. Dhe vjen sot të ngrej, vjen sot të inkurajoj, të bekoj, unë, mos shiko më njanë, mos shiko vërdall, nuk ka dikush tjetër, unë, thot Zoti, do të çliroj nga mëkatet, unë kam mundësinë ta bëj, kam forcën ta bëj. Sot në 2026, sot në 4 janar, sot është e tashmja, sepse nëse do flasim për të ardhmen, flasim për minutat që nuk kanë ardhur akoma, jo vetëm për ditët, jo vetëm për vitin. E megjithatë është një 2026 që ti nuk e di se çfarë ka brenda. Perëndia vetë se vepron sot. Ai fshin shkeljet, ai harron mëkatet. E diçka që mua nuk më la pa më prekur edhe për njëra akoma. Tek vargu 4 Perëndia thot je i çmuar në sytë e mi dhe unë të dua. Nuk e di se ku e gjen Perëndia vlerën e shpirtit tim. Ai vetë ma dha. Të gjithë neve që na janë hapur syt, ka njerëz që nuk janë hapur syt akoma. Akoma nuk kuptojnë kush janë. Akoma nuk kanë lejuar të shikojnë veten e tyre me sytë e Perëndisë. Kanë mendime të ndryshme për veten e tyre. Unë jam, unë bëj, nuk ka si mua, kam keq se mua. Të gjitha këto. Kur Perëndia ta hap syt, atëherë kupton se në veten tënde ti nuk ke dot vlerë, nuk tregon dot diçka. Vjen tek shëmbulltyra e atij personi i cili shiti të gjitha dhe bleu një margaritar dhe ti bën llogaritë dhe nuk të del llogaria. Ç'a të shesësh? Nuk ka ç'a të shesësh sepse nuk ka vlerë në jetën tënde. Nuk jemi njerëz të rrëzuar me moral dhe vlerësim të dobët për veten tonë. Por kur Perëndia ndriçon zemrën, ne e kuptojmë që nga vetja ajo nuk kemi ç'a të mburremi o vëllezër. Nuk kemi ç'a t'i themi. Ku të kapemi? Tek soji ynë, brezi ynë, tek morali ynë, çfarë t'i tregojmë Zotit që t'i themi që ne jemi njerëz të mirë o Zot, hidhi syt dhe tek ne. Perëndia ndriçon shpirtin dhe shikon veten tënde me sytë e Perëndisë. E megjithatë, ai thotë unë ty të vlerësoj. Sepse që Krishti vdiq në kryq për ty, do të thotë se vlera e shpirtit tënde shumë e madhe, e jashtëzakonshme, si ato pasuritë që thonë që janë të pavlerësuara, i te kalojnë çdo lloj vlere dhe nuk i vjen dot zerrët nga mbrapa. E thotë Krishti unë vdiqa për ty, duke të dhënë vlerë ty. Edhe Perëndia thotë se ti je tamam si ajo poçja e baltës, që nga natyra ndoshta nuk do të kishte asnjë vlerë. Shpeshherë kur e gjen në një vazo të tillë të vjetër, mund ta bësh dhe vazo lulesh pa ditur vlerën e saj fare, megjithëse mund të jetë dhe vazo me një vlerë të vjetër nga që është e vjetër. Por jo, thesari që është brenda në atë vazo balte e bën të ketë vlerë. Dhe Perëndia thotë që ti je i çmuar në sytë e mi dhe je i nderuar dhe unë të dua. Kështu ju shpreh Jakobit. Kështu të shprehet sot ty. Vlerësoje këtë mendim që ka Perëndia për ty. Të lutem sot. Të lutem, le të jemi në atë
skuadrë, në atë grup njerëzish, të cilët Perëndia u drejtohet edhe i hapin veshët dhe dëgjojnë. Kishte të tjerë njerëz atje, që kishin sy dhe nuk shikonin, që kishin veshë dhe nuk dëgjonin, dhe Perëndia thotë se edhe njerëz të tillë zakonisht i ikin larg, thotë dhe nuk vinë tek mua që unë t'i shëroj, tu hap syt, tu hap veshët. E kuptoj. Por ti sot kësaj kategorie i takon. Sa herë do dëgjosh për këtë mesazh të Perëndisë? Sa herë Perëndia do sjell kontroll në jetën tënde? Pse ne sot flasim për gjëra që ndodhin dhe ulim kokën? Sepse Perëndia solli kontrollin dhe nuk reaguam. Dhe ai thot, sot ti je i vlefshëm në sytë e mi. Ti mund të dëgjosh sot. Ti po dëgjon. Të tjerë ndoshta do bëjnë gabim, do shtypin play aty në internet dhe do dëgjojnë një mesazh të tillë. Je duke dëgjuar thirrjen që Perëndia të bën të lësh të kaluarën, të lësh dështimet dhe të ngrihesh, të dalësh në jetë, të marrësh, të bësh zgjedhje me Perëndin sot të reja. Ti po e dëgjon këtë. Ti ke mundësi të shfrytëzosh këtë mundësi që Perëndia të jep në falje. Të hap shtegun. Të hap shtegun të rregullosh marrëdhënien me të. Gjithmonë do duash të shikosh një person të lartë, një ministër, do doje shumë të zgjidhë të hallin tënd dikush në një qeveri, uroj një qeveri të mirë, të drejtë. Do doje sikur të thoshte, po erdhi momenti tani mund të hysh tek ai dhe ai do të dëgjojë ty. Nuk do thoshe dot, ç'më zure në këtë moment të vështirë, tani më është mbledhur një lëm këtu në grup, nuk do flas dot. Do shkoje, do hyje. Sot Perëndia të hap derën. 4 janar 2026. Të hap të derë, të futesh tek prezenca e tij, dhe ai të ndikoj, të mbush, të rrethoj zemrën tënde, shpirtin tënd. Sot mund të shikosh veten tënde me sytë e tij, të paqësohesh në dashurinë e tij. Është kjo dashuri që thot, unë jam Zoti. Kështu filloi gjithë kjo pjesë. Thot, dëgjoj Izrael, unë jam Zoti. E ti thua, kuj do t'i drejtohem sot? Atij që thot, atij që është Zoti. Shikoni një pjesë këtu e cila më ndikoi shumë në këtë lexim dhe në këtë mesazh që doja të ndanja me ju. I takon asaj që ne themi të ardhmes. I takon 2026-s, asaj që ne themi Zoti të na bekoj dhe të na jap vit të bekuar dhe gjithçka që ka në mendje Zoti na jap, sepse gjithçka që ai ka në mendje është e mirë dhe të na vini në jetën tonë. Shikoni, është i njëjti Perëndi. Kështu thot tek Hebrejt. Është i njëjti Zot. Dje, sot dhe përjet. Ishte i njëjti Perëndi, Perëndia e Jakobit. Ishte i njëjti Perëndi 2025-s që kalove dhe është i njëjti Perëndi që do të marrë këtë vit në duart e tij. Ne nuk dim, por Perëndia di. Shikoni çfarë thot tek vargjet 16 deri te 19. Ai Perëndi që dje hapi një rrugë në det dhe një shteg midis ujrave të fuqishme, ai që nxori qerret, kuajt dhe ushtrinë e fuqishme, dhe që i bëri ata të derdhjen të gjithë bashkë dhe nuk ngrihen më, ata janë azjesuar dhe janë shuar si një kandil. Shikoni çfarë thot. Ja, ky Zot, unë thot Perëndia, po bëj një gjë të re. Ajo do të lëshoj deg, nuk do ta njihni ju këtë gjë. Nuk do ta shikoni, nuk do ta kuptoni, po do të hap një rrugë të re nëpër shkretëtir. Do të bëj që lumenjt të rrjedhin në vendet e vetmuara. Në qoftë se ndihesh i bllokuar sot, dhe në qoftë se Perëndia të gjen në një moment të jetës tënde që ti e kupton që duhet të ndryshosh, por nuk mundesh. E kupton që duhet të pendohesh, por nuk po gjen forcë. E kupton që duhet të dorëzohesh, por nuk di se si. Perëndia do të hap një rrugë. Një rrugë në vende të shkreta kur mendja nuk të shkon. Dije mbrëm në lutje, kuptuam ose duke folur ndërmjet lutjeve, doli ajo
ankesa ose frika, si do të besojmë prindrit tanë? Njerëz kaq të ngurtë, si do t'u afrohet Zoti këtyre? Po rriten, po plaken, po humbasin mendjen, si do t'i preki Perëndia? Zoti do të hap një rrugë. Do t'i kërkojmë Perëndis tonë. Mundemi të bëjmë diçka. Kur Perëndia thotë se ti as për qimet e kokës tënde nuk mund të bësh do diçka. As t'i rrisësh, as t'i shkurtosh, as të bien, as të mbin, asgjë. Ai mundet vetë. Ai këtu thotë se do të bëj diçka të re, një krijesë të re, një veprim të ri, një ndërhyrje të re në zemrën tënde, në zemrën atyre për të cilët lutesh, për gruan tënde, për fëmijët e tu. Ankthi ynë është rinia jon, të shpall Krishtin, të jetoj Krishtin. Perëndia do ta bëj këtë. Ai do të hap një rrugë të re në shkretë të tjerë. Ai është duke sjell lumenj në tokë djerë. Ashtu si kurse dikur hapi shkëmbin dhe u dha ujë të pinë, këtë shkëmb, këtë ujë, Perëndia do të bëjë në jetën tonë. Këto vëllezër dhe motrat e mia janë premtime. Këto Perëndia i premton në fjalën e tij se do ndërhyj në zemrat e atyre që e kërkojnë. Mos mbetë lutem në të kaluarën. Shfrytëzohet të tashme. Shpreso dhe siguro në emër të Krishtit për jetësinë. Do doja që Perëndia të na flas fuqishëm si individ, personalisht, gjithsecilit, edhe si kish. Të shikojmë fytyrën e Zotit tonë. Ajo shprehja Zoti ishte këtu. Zoti e do këtë, ne e dim, Perëndia hapi rrugën. Perëndia është duke na folur, Perëndia është duke na kontrolluar. Le të dëgjohet zëri i Zotit në mesin tonë. Le të jetë fjala e Perëndisë e kuptueshme, e ngrënshme. Dhe të mund të ngopë zemrat dhe shpirtat tanë. Zoti na bekojë të gjithëve. Amen. Le të lutemi, le të kërkojmë Perëndisë të na flas akoma edhe kur njeriu hesht. Ja ku jemi, edhe për një herë Zot, ja ku jam. Disponoj zemrën time Perëndi që ti të ndërhysh. Kam shumë gjëra që do doja t'i thoj aty, në ti merje, kam shumë gjëra që do doja t'i ndryshoje. Kam nevojë për urtësinë tënde, kam nevojë për kontrollin tënd. Nuk do doja o Perëndi që të ngelemi sot në një autokritik personale, nuk i bëra gjëra të mirë, nuk dështova këtu apo dështova në vend tjetër. Do doja sot të fokusohemi tek ty që mundesh. Tek ti që mundesh të falësh, të fshish mëkatin. Tek ty që mundesh, Zoti i dashur, edhe për një herë për shkak të vetes tënde të marrësh në dorë jetën tona. Dhe do drejtohem ty, Zot. Të lutem aty në emër të Krishtit ta bësh këtë për ne, o Perëndi. Ka shumë njerëz këtu midis nesh që ka nevojë për shpëtim. Ka njerëz këtu midis nesh, Zot, që ka nevojë për rregullim marrëdhëniesh. Marrëdhënie me ty, marrëdhënie me njëri tjetrin. Të lutem, Zoti, të flasësh. Bëj këtë kish të jetë, Zot, e rrethuar përreth teje. Të mos largohemi nga ty. Të mos largohemi, Zot, nga dashuria jote, por të mos largohemi, Perëndi, dhe nga shenjtëria jote, Perëndi. Na ndihmo, Zot, të mos kemi nevojë vetëm për mëshirën tënde, por edhe për zbulimet e tua. Edhe për rritjen tënde, Perëndi. Na ndihmo, Perëndi i dashur, që ndërsa shijojmë bekimet dhe ndërhyrjet, mrekullitë e tua që lejon në jetën tonë, këto të na ndërtojnë shpirtin dhe të na sillin më afër teje, Perëndi. Në emër të Krishtit, Zot, fryma e shenjtë të flas. Amin.